Nëse Allahu tashmë e di që një person do të zgjedh ta kundërshtojë atë dhe përfundimisht do të shkojë në ferr, pse atëherë krijoi fare? Kjo pyetje supozon se jeta është si një film ku fundi nuk mund të ndryshohet. Në realitet, edhe pse Allahu e di të ardhmen, ai na ka dhënë vullnet të lirë. Nëse Allahu do të krijonte vetëm njerëz që janë të detyruar të jenë të mirë, ne do të ishim si robot ose engjëj. Neri më i madh që Allahu i ka dhënë njerëzit është aftësia për ta zgjedhur atë mbi gjithçka tjetër. Ai nuk i krijon njerëzit për ferr, ai i krijon për mundësinë e xhenetit. Çdo person që gabon i jepet një jetë e tërë me mundësi, shenja dhe thirrje për t'u kthyer. Islami na mëson se dija e Allahut nuk është e njëjtë me detyrimin e dikujt. Mendojeni si një mësues që e di se një nxënës do të dështojë, sepse ai refuzon të mësojë. Mësuesi e di rezultatin, por nxënësi i ka bërë vetë zgjedhjet. Allahu është më i drejti, ai nuk e dënon askënd për atë që di. Ai gjykon për atë që ata realisht bëjnë. Po qëllimi i atyre që nuk binden? Ata janë një provë dhe një mësim për pjesën tjetër prej nesh. Pa ekzistencën e zgjedhjes dhe të atyre që zgjedhin gabim, njerëzit e mirë nuk do të kishin pse të përpiqeshin, të ishin të durueshëm apo të tregonin karakter. Për shembull, ne vlerësojmë dritën vetëm sepse e dim si duket errësira. Çfarë mendoni ju për këtë? Shkruani mendimet tuaja në komente. Nëse kjo video të pëlqeu, na ndiq në kanalin ton Limotiv që të mos humbasësh asnjë reflektim të ri. Na ndiqni!